Me kërkesë të prokurorisë së Tiranës janë sekuestruar pasuritë e International Medicare SHPK Santa Plus, pasi e gjetën mbi 1 milion euro fatura jo tatimore, fshehje të ardhurave dhe mos pagim taksash. Nga hetimet dhe kontrollet tatimore u zbulua se spitali operonte me mandat dore dhe jo me kupona tatimor, ndërsa gjatë kontrollit fizik u gjetën mbi 1 milion euro fatura jo tatimore dhe medikamente të skaduara, përfshirë edhe barna të ndaluara për shitje jashtë ambienteve spitalore. Kontrollet e drejtorisë së tatimeve konstatuan se subjekti Sante Plus ka fshehur paga reale të punojësve dhe nuk ka deklaruar kontributet shoqërore e shëndetësore për periudhën 2018-2023, duke i shkaktuar shtetit një dëm financiar që kalon 35 milion lek vetëm nga TVSH-ja dhe detyrime të tjera tatimore në total mbi 40 milion lek. Prokuroria thekson se subjektet Sante Plus Group dhe International Medicare në të njëjtën ortak dhe administrator kanë vepruar në kundërshtim me ligjin me qëllim shmangjen e pagesave të taksave tatimeve dhe fshehjen e të ardhurat të përfituara nga pacientët. Në vijim të hetimeve, gjykata pranoi kërkesën e prokurorisë për vendosjen e sekuestrës konservative, ndërsa procedim penal vazhdon për identifikimin e të gjithë pasurive dhe personave të përfshirë në skenën e dyshuar të mashtrimit fiskal. Ndërkohë, vetëm 2 muaj më parë janë shpallur në kërkim 2 bashkaksionerët, Bilal Kara, shtetas turk dhe Geriana Arapi, shqiptare, të cilët dyshohet se ndodhen jashtë vendit. Njëri prej aksionerëve kryesor, Bilal Kara, nuk është emër i panjohur, ai rezulton të jetë konsull nderi i Maqedonisë së Veriut në Izmir, kryetari i Këshillit të Biznesit Turqi Maqedoni e Veriut në DEI, si dhe antar i Dhomës së Tregtisë Shqipëri-Turqi.